panajirin Prizren, me këton Ferizaj, pati dallime? Më duket, prandaj thash, më duket më i madh ky dhe më i zgjeruar, në kuptimin që Organizimi më i mirë, do të më i mirë do të thoya, më i mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Nderuam si je, e mirë. Mirë, faleminderit. Si, po ju? Mirë, faleminderit. Faleminderit që pranove emisionin 05. Faleminderit pesh. Nderuam, sot u mbajt panajiri, edicioni 8 panajiri i librin Ferizaj. Jeni pjesëmarrës botues dhe tekshues. Na trego si e pe këtë organizim këtij panajiri. Unë kam marrë pjesë në panajire të ndryshme, qoftë i Tiranës, qoftë në Stamboll, po edhe jashtë Shqipërisë. Por është hera e parë që edhe në Ferizaj për këtë panajir libri, edhe pse para disa ditësh sapo ktheva edhe nga panajiri Prizreni, por po shoh se është një ambient mikpritës, do të thoja, pasi po shihen vizitor, do të thoja, më shumë se sa lexues. Do thotë vizitor ka më shumë për lexues, po shikohet nga mënyra e blerjes së librave. Interesim. Do më thonë po e vrejnë që jo atë shumë po lexojmë ndoshta si popull, në përgjithësi shqiptare. Nuk do të thoja që lexojmë pak, por duhet bërë përzgjedhje, jo mjaftoshëm do të thoya. Po. Është i nderuar, e tha që jemi qytet mikpritës. Mirë, po nëse pa desht me u keq kuptu. Na trego panajirin Prizren, me këton Ferizaj, pati dallime? Më duket, prandaj thash, më duket më i madh ky dhe më i zgjeruar, në kuptimin që Organizimi më i mirë, do të më i mirë do të thoya, më i mirë. Më i mirë sepse shoh ambientet më të gjera edhe më të rregullta se sa i Prizrenit. Faleminderit shumë. Me sa libra jeni pjesëmarrës? Mbi 30 libra në emër të organizatës që unë drejtoj. Mbi 30 libra. Po, mbi 30 libra edhe 5 libra si autor. Nderuam, faleminderit shumë, kënaqësi. Suksese.